Zoti Selami, ju I keni kërkuar kreut Federatës Shqiptare të Futbollit në vigjilje të ndeshjes me Serbinë, një takim me idenë që ti takosh lojtarët e kombëtares për t'ju treguar disa taktike se si ne mund të mundnim skuadrën e Serbisë. A mund na zbuloni pak më shumë mbi letrën që I keni dërguar dhe mbi skemat që ju propozon? Jam I lumtur që jam tek ju për të sqaruar për sa po më pyesni, edhe është e vërtetë që unë I kam bërë një letër zotit Armando Duka, edhe trajnerit e ekipit kombëtar brazilian Silvinho. Unë jam trajner futbollit, kam qenë në Shkodër mësues në shkollën e mjeshtrisë futbollit, edhe atje isha mësues kujdesesha për nxënësit e mi që ishin 15 më të talentuar të Shkodrës. E pa konstatoshe që ata nuk pa ecën përpara më se kishin 2 vjet që pas tërviteshin nga trajneri Ramazan Ragami. Një trajner me shumë kapacitet, I cili ishte trajner I ekipit kombëtar shpresave, kishte dalë barazim me Gjermaninë, edhe unë u çuditësha që nxënësit e mi nuk pa ecën para. Më në thënë, unë kisha djalin në futboll, edhe atëherë unë gjeti si një mënyrë për me e bë stërvitjen teknike të një futbollisti shumë analt se ajo që kishte FIFA. Se mu më thët, Ramazan Ragami Selami, unë bëj stërvitje me FIFA, me më të mirën e botës, unë në koke. Edhe më tregon ai mu, e lexoj unë, e vërtet. I tha unë vetes, unë nuk kam gjene me gjetë, me djerë një më të mirë se I kjo, s'ka shans. Po ti më përpara kishe lidhje me futbollin apo? Jo, kisha marrë fakultet matematik, isha mësues matematike dhe fizike të atë shkollë, të aty në nxënësve. Ma në fund, ja hinkse punë, mas disa muaj studiova gjithçka çfarë duhesh, po e vërtet ai që më ndihmoi edhe shkenca matematikës e fizikës ka shumë lidhje me atë teknikë që kam djerun, edhe e bëj provë, futbollistat bon golshënuesat më të mirë Shqipërisë me atë stërvitje. Ndryshe prej asaj që publikon FIFA, që FIFA është më të mirën e ja publikon gjithë federatat dhe Shqipërisë që janë anëtarë të FIFA-s. E merr vesh federata këtë gjë, dhe kur e merr vesh këtë federata këtë gjë, më fton trajneri I ekipit kombëtar. Sepse futbollistët që kisha stërvitur I morën në ekip kombëtar, ata nuk bëshin ushtrimin që I thote trajneri, po bënde ashtu si I tham unë. Ai I thë çallë, I tregojnë ata kështu. I thë kjo më mirë se ajo që di unë. Edhe një thë Po se ka bërë skema? Dinxhega ishte përkthyes. Ai ishte Gjerman shumë të ka qenë. Edhe I thë ta mund të takoj këtë person më. Ma në fund lejmor mu më shkota dhe vijë më këtu e takoj atë. A mund ishte të më thanë mu një gjatë tjetër për këtyni që më kënë thanë të djelë që kënë mësu për e të janë gjëna shumë interesante. I thëmë thuj, për portierin thëta, mund në shumë thanë diqka? Po e thëmë. Ti e bërë portierin me prit edhe penaltit? I thëmë unë I arris shumë niveli. Pa. Ma thuj, a thëmë unë. A I kuptote që ishte njëri me kapacitet. Kja është gjë më mirë se kja FIFA-s, e bravo që. Sa trajneri? Po. Tani e thet, prej pak, I thet një sekretar të më jepni I licencën e trajnerit futbollit. Ky din më shumë se na. Na dim shkencën e FIFA-s, më të mirën saj, ky din më shumë se na. Ky duhet të ketë licencën dhe qysh sot ky është këshilltar jemi I trajnerit e ekipit kombëtar të Republikës Shqipërisë. Pra ti more licencën e Mora trajnerit? licencën, edhe Për çfarë viti bëhet fjalë? ka vitin 91. Edhe më thënë, do të eksperimentosh për desha dhe gjana tjera që din ti. Po e thënë. Mi aprin futbollistët, sa dy kombëtar që mërë stafa, kameramanin e morën në televizionin shqiptar, edhe bëjnë eksperimentin edhe del. E keni të filmuar eksperimentin? E ka filmuar, ka
edhe e kanë pas specialistat, edhe kanë thonë kë ja vlen ti tjetë shqiptare trajnerin i klubit. Sa herë që do thirret ekipi kombëtar do vish, po mas 2 ditë do shkoj me lut në Skoci, po me qenë se janë prej biletat, hoteli, S'kemi mundësi. edhe në kësaj herë s'do vish. Shkojnë losin në Skoci, hinë e vjedhin sportistat tonë për markete, në për supermarkete, ai filmojnë edhe ai prej turpit nuk vjen më. Mas ti vjen Agron Sula. S'ka që se I ma. thënë Agronit, Agron, a ke thirrës, ku është Selamien i Sheri, cilë Selamien i Sheri dhe mo? Më zdi gjatë për këtë gjatë, jo, dhe e këshilltari i trajnerit dhe ekipit kombëtar. Ma në fund më thret edhe Agroni, edhe i kisha edhe ja 2 ditë me shku me lutit në Spanjë, humin 5-0, nuk kthehet më. Rroga eme ishte 400.000 lekë vjetra. Unë e refuzova se s'kisha interes. Unë kam një pronë në Shkodër, ju ma vëllën gjyshje, mërshë 900.000 lekë prej ati parkim. Në atë ko. Edhe s'kisha leverti dhe më falem nërës. Edhe nuk u mora me biznesin tem, me politikë, u bëna kryetar partijet, edhe kështu që një vëtë tani që pëllushim me qekt, edhe u duhet me fitu me qekt që të kualifikoshim në Evropian, unë i bëj letër Armando Dukës. Edhe kam që një letër Armando Dukës me datën 12/7/2024, Vjetë. po, që unë që kë mu të më lejojnë, që unë atë që di unë, që nuk e din trajneri ekipit kombëtar, nuk e din asnjë trajner në botë, unë t'ja të regoj futbollit shqiptar. Ja letër që i kam që Armando Dukës, kryetari federat me 12 korrekt. A keni pasur përgjigje? Asnjë. I kam shkruar para edhe në 2023 që po lushim me qek dhe u do të me fitu, fati jonë që doli me të kuqe një qek edhe fitu me neshe. I kam shkruar edhe me datën 31 të këtij muajit, muaj tjetër në kjo. Edhe asnjë përgjigje. I kam shkruar edhe vetë trajnerit e ekipit kombëtar Silvinio Mendes Campos, që e kanë me kë. Edhe kë asnjë përgjigje. I kam dhënë edhe numrin e telefonit, asnjë përgjigje. Këtyne i kam Pse pikërisht tani ju shkruajnë? puna tyne, i kam bashkëngjit këtë letër që thët Skënder Bilali është kryetari i kolegjiumit të arbitrëve të Vllaznisë Shkodrës. Edhe i thët, Selamia, më thojnë futbollistat që janë studenta në universitet, ishte kryesekretari i Universitetit Luiz Gurakuqi. Më thojnë futbollistat që është ka bën një studim edhe stërvitja e tij është jashtëzakonisht e madhe dhe Selamia don për me dhënë futbollit shqiptar, edhe ju duhet të mos neglizhoni. Kjo letra e tij që ja ka çu Këshillit trajnerave të ekipit kombëtar të futbollit Shqipërisë Tiranë. Qa viti bëhet fjalë? Kë e ka shkruar me datën 16 korrekt 1991. Futbollistat që kanë marrë pjesë në eksperiment janë bërë golshënuesit më të mirë Shqipërisë. Një prej tyre Ilir Kepa. Edhe i shkruan Besnik Vizarit për stërvitjen time që është super. Ka letra që i qenë Besnik Vizarit Ilir Kepa. Edhe i tregon se Selamia i Sheri është trajneri i papam. Njëjtën gjë bën edhe opinion për punën plot pasion të Selamia i Sherit në drejtim të përgatitjes teknike të futbollistëve të ri. Kjo është Ardian Brabullushi. Kë, kur hite me lujt kë, me Vllaznin, qeshin. U qote stadiu, hekne këtë mo. Kë shifte topin. Edhe e hedhte topin ati shokut që i kishte më afër. Ai tjetëri që ishte vetëm atje, nuk e shifte. Populli bërtitte. Edhe ati se më dhalë. Edhe, unë ishe në stadion. Baba i ti ishe jo 2 shkallë më poshtë. Pa shashe me nënë, me modën, me afërëna.
Po mu në vite keq që thoshë, këtë sa baba i vetova. Ma në fund marrë nesha, e moj me nësi të rrë, ishte partizani me vllazërin. Kur marrë nesha, i thëmë, babësi, ma cilë të qunin mu, në orën 6 mjesit, deri në 7 mjesit, në 7 shka në shpi hanë buk, lahet shka në shkollë, ma zdreken servitje. Dhe unë do të bëj atë një super as. Pa tjetër. A ishte djallë shumë ja pasionu, vite 6 deri 7, unë i mësoshe teknikën që e ishte dide, ja bëna me ajshu kokën, a e ishte pa to, e pëshifte to për me synë periferik. Unë një tani shafi to. Ama ti bo me lëvizdorë, di unë të regoj kur lëvizdorë do. Ja, të shja, të është pa. Pra unë shaf këtu, me synin periferik, atër unë i thosha vene topin në periferit të shikimit. Mëse shif kështu, direkt. Pa shive me, shif kështu, edhe shif edhe topin. Edhe i veshe të 2 flamur, një të kushit bardh, a i të regoj dhe kur, në këtë njërë e qej kokën. I mësohë dhe e bona dhe e thire në ekip komtarë. Këtë që i qeshtë stadiumi, edhe futbol, djali e në Sababizit. Edhe Sababizit, kur e mërë bashkë që të regon djali ti si që mësot e të unë, në thëtë cila minë shtatorë, një atër mërë e kampionatit, ti do t'jesht trajner teknik i Vllaznin Shkodrës me mu, unë i parë ti i dyti. Vjen shtatori, Azem Hajdari u bo president, e heku Sabojnë, e pruni Ramazan Rajvamin, edhe unë më dhejnu Meta pa u bo trajneri i dyti i Vllaznisë. Se ati isha Shkodane, mund të bashkë. Edi Martini është një futbolist që është ka lytja shtete shumë të edhe ati i kam bërë edhe më ka prur dhe djalin e vetë. Ilir Pelinku, një tjetër golshenë si më mirë i Shqipërisë me para 3-3, e kështu më radhë çdo futbollist që ka këtu, djali i Gac Marko, Antonio Marko. Pra çdo futbollist që ka ardhur, ai ka ecë përpara edhe kur është nështruar kësaj stërvitje që di unë.